Në një atmosferë të mbushur me art dhe emocione, në oborin e familjes Jakova në Shkodër u mbajt për të 4 vitrallazi koncerti Obori i Tingujve, një aktivitet i kthyer në traditë për nxënësit e pianos. Në organizimin e mësuesit dhe kompozitorit Leki Jakova dhe bashortes së tij Rudina Jakova, skena improvizuar u kthye në një hapësirë ku talenti i të rinjve u shfaq përmes interpretimit të pjesëve të përzgjedhura në piano. Nxënës të moshave të ndryshme prezantuan performanca që pasqyruan punën dhe përkushtimin e një viti të tërë studimi, duke sjellë një program të larmishëm të ndërtuar mbi muzikën klasike. Mundi i një vitit që kanë bën fëmijët, më kanë gjatë kësaj periudhe. Edhe performancat e tyre sot u mirëpritën prej prindve, prej dashamirëve që ishin të pranishëm. Ky koncert që e ka marrë këtë titull zhvillohet në një ambient tjetër prej skenave të ndryshme që janë teatri apo qendra kulturore apo tjetër. Edhe këtu unë e kam pas me shumë marak për me vazhdu, edhe ndoshta e quaj edhe pak vazhdimi i historisë, sepse në këtë obor kanë linë tingujt e parë të operës Mrika, e të operës Skënderbeu, e shumë himneve që kanë met në fondin e artë të muzikë shqiptare. Na po mundohna me bë maksimumin e asaj që quhet me përgatita për me kenë njerëz, edhe muzikantë, sepse pjesa dërmuese mos më thanë vetëm 2 nxënësa që ishin që jashtë, si thonë, jashtë programit, ndërsa tanë tjerët janë që vinë e mësojnë për hobi, nuk janë shkollë muzikës asnjë. Prindër, mësues dhe të afërm të pranishëm i mirëpritën interpretimet, ndërsa emocionet më të forta u përjetuan nga vetë nxënësit që u ngjiten në skenë në një mjedis jo formal. Obori i Tingujve synon të afrojë të rinjt me artin dhe muzikën klasike, duke krijuar një hapësirë të lirë për të shfaqur talentin dhe për ta forcuar pasionin për pianon.